Në mbledhjen e sotme të jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Çajirit është miratuar propozim për ndarjen e 1 milion denarëve për ndihmën e familjeve të viktimave të tragjedisë së tmerrshme që ndodhi në Koçan. Ky veprim i Këshillit të Komunës së Çajirit është një shprehje e solidaritetit dhe angazhimit të komunitetit të Çajirit në periudha të vështira. Kryetari i Komunës së Çajirit Visarganiu tha se kjo ndihmë financiare është vetëm një hap i parë dhe se Çajiri do të vazhdojë të mbështesë individët dhe familjet që kalojnë në periudha të vështira. Ky është një moment i vështirë për të gjithë ne dhe si komunitet, është detyra jonë të qëndrojmë pranë atyre që kanë humbur më të dashurit e tyre. Ne do të vazhdojmë të ofrojmë mbështetje dhe të sigurojmë se çdo qytetar të ndihet i sigurt dhe i mbështetur. Edhe komuna e Gostivarit ka ndarë 1 milion denar për të prekurit nga katastrofa në Koçan. Ku kam propozuar një shumë të them simbolike për 1 milion denar si ndihmë për të gjithë viktimat dhe të gjithë ata të cilët pësuan disa ngjarje tragjike. Me këtë, bashkë me ju të gjithë ne si një trup, të dërgojmë një mesazh solidariteti dhe mbi të gjitha një mesazh uniteti i cili na duhet më tepër se gjithmonë tani. Ndërkaq, komuna e Manastirit ka ndarë 2 milion denar për të prekurit në Koçan. Këshilli i Komunës së Manastirit në seancë të jashtëzakonshme ka vendosur që nga buxheti lokal të ndahen 2 milion denar si ndihmë financiare për familjet e të vdekurve dhe të lënduarve nga zjarri. Nga 1 milion denar ka ndarë edhe komuna e Butelit, komuna Qendër dhe komuna Kiselavot. Komuna Ilinden ka ndarë 500.000 denar.